Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad, ashraf al-anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahun Jalla Jalaluhu e falenderojmë, e lavdërojmë, e adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të sinqertë dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët e ndjekin dhe pasojnë Allahu Jalla Jalaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 22 me radhë në sirën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, në jetë përshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në derset e kaluara kemi fol për gjithë asaj kohës sa kemi filluar me derset në sirë, kemi fol apo e kemi nis fillimisht me fëmirinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kemi përmend periudhën sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një i ri prej të rinjeve të Mekkës, e që edhe e ka pas epitetin El-Emin në mesin e Kurejshve, që ka qenë njeriu më apo i riu më i zgjedhur në mesin e Kurejshve. Pastaj kemi fol për periudhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është bërë pejgamber dhe fillimin e thirrjes. Pastaj kemi fol për sfidat dhe sprovat cilat është ballafaqu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ardhjes së shpalljes. Pastaj kemi bisedu dhe kemi fol për periudhën sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijret dhe sfidat dhe sprovat cilat i ka pas gjatë hijretit. E pas hijretit kemi fol për periudhën e shtet ndërtimit islam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vu themelet e shtetit islam në Medinë. Kurse prej sot e tutje do të fillojmë me një periudhë të re që e ka përcjell ndoshta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në fundin e jetës së tij, që ka të bëjë më shumë me betejat dhe luftat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zhvilluar kundër jo muslimanëve dhe mushrikëve të cilët e kanë cenu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sigurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve dhe davetit në përgjithësi në Medinë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, sikurse ka qenë pejgamber, ka qenë udhëheqës i shtetit islam, ka qenë edukatori më i mirë për shokët e tij dhe për umetin islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e luftës ka qenë edhe komandant, ushtarak, ka qenë edhe strateg i luftës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftë ka qenë strategu më i mirë i luftës, edhe në paqe ka qenë edukatori më i mirë për shokët e tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj në luftë ka qenë një ushtar prej ushtarëve të dinit islam, të cilët e kanë mbrojtur dinin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qëndruar në hije, e as nuk ka qëndruar në Medinë dhe me i nxjerr sahabët me e bën luftën. Mirë po ka qenë prijes, ushtarak udhëheqës i cili i ka prirë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftë. Mirë po në kohë të paqes ka qenë edukator, ka qenë udhëheqës, ka qenë i dërguar i Allahut, ka qenë mësues i sahabëve dhe i umetit islam në atë kohë. Andaj sikurse sot ndoshta me lidh me atë gjendjen kohës sotit, kur një musliman pasi që e përfundon luftën edhe e ndrën atë pamjen e tij të veshjes, nxirrin llafe njerëzit dhe thonë që ky që dej dje luftonte tash pas ka dalë me tesha kat, me kravata ku ta diune. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e luftës e ka vesh mburojën dhe ka qenë njeri ushtarak, ama në kohën e paqes ka qenë sikur krejt njerëzit i thjeshtë. Andaj dallon koha e luftës me kohën e paqes. Edhe muslimanët e kanë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj muslimani në kohën e paqes duhet të jetë njeri i ndershëm, njeri edukator, njeri udhëheqës. Mirë po në kohën e luftës duhet të jetë i përgatitur për luftë, sikurse ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salam gjatë kësaj periudhe, pas vitit të parë dhe dytë hijri, deri në fundin e jetës së tij, i ka zhvilluar disa beteja dhe disa ekspedita, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me to e ka mbrojtur shtetin islam dhe ka bën hapjen e shumë
fiseve edhe ka shpërnda davetin në krejt gadishullin arabik. Andaj, ndonjëherë dietarët edhe kanë shkru libra të cilat i kanë specifiku veçanërisht betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ka prej tabiinve të cilët thot na i kanë mësu baballar ton, sahabët e pejgamberit alayhi salam, betejat e pejgamberit alayhi salam, sikurse na e kanë mësu Kur'anin. Na i kanë tregu dhe na i kanë saksu dhe na i kanë mësu betejat e pejgamberit alayhi salam për shkak të rëndësisë së madhe, sikurse na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Kur'anin. Andaj dietarët e sirës kur kanë fol për betejat dhe ekspeditat, desha me përmend këtu dallimi mes asaj se çka është betejë dhe çka është ekspedit. Se shpesh herë ndoshta hasmi në librat e sirës dallimi mes asaj fjalës al-ghazwa edhe serie. Ghazwa me përkthy në gjuhën shqipe do thot betejë, kurse serie do thot ekspedit. Cili është dallimi mes tyre? Dietarët e sirës e kanë bënë për kufizim, e prej tyre ka përmend edhe Ibn Hajeri në Al-Fath, se ka thonë el-ghazwa quhet, apo betej, quhet çdo ushtri që pejgamberi alayhi salam e ka nisë për luftë edhe ka marrë pjesë vetë në to. Qoftë është zhvillu luftë për leshe me armikun apo jo. Kurse serie, ekspedit, është çdo ushtri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nisë prej Medinës me luftu, mirë po që pejgamberi alayhi salam nuk ka qenë prezent në to, nuk ka marrë pjesë në të. Qoftë është zhvillu luftë apo nuk është zhvillu. Andaj ky është dallimi që e kanë bërë dietarët. Andaj shpeshherë kur na hasmi te fjala betej, më njëherë duhet na shkojë mendja se në atë betej ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse kur në hasmi të termi ekspedit, duhet të kuptojmë se pejgamberi alayhi salam e ka nisë ushtrinë për luftë, mirë po s'ka qenë prezent në atë luftë. Për dallim prej Ghazwatul Mu'ta, që dietarët e kanë përjashtu, beteja e Mu'tes, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë pjesë në të, mirë po është quajtur Ghazwa. Në për librat e sirës e gjajmë titullin betejë. Për shkak ashpërsisë së madhe të kësaj betejës, numri të madh që kanë marrë pjesë prej muslimanëve në këtë betejë, edhe ka pas një specifik tjetër për dallim prej betejave që pejgamberi alayhi salam e ka përcjell duke qenë në Medinë në ngjarjet se çka ka ndodhur në këtë betejë. Dhe kanë njoftu sahabët e tij. Për shembull, prej atyre që i ka lajmëruar pejgamberi alayhi salam është se kur ja ka dhënë bajrakun Zeid ibn Harithas, që ka qenë komandanti i parë, pejgamberi alayhi salam kur është vrarë, kur ra shahid Zeid ibn Haritha, i ka lajmëruar në Medinë duke qenë Rasulullahi, se ka thonë është vrarë Zeid ibn Haritha, e ka marrë bajrakun apo e ka marrë flamurin Jafir ibn Abi Talib. E pasi që është vrarë dhe Jafir ibn Talib, thotë e ka marrë bajrakun Abdullah ibn Rawaha. E kur është vrarë dhe Abdullah ibn Rawaha, që kanë shku 3 sahabit të mëdhaj, 3 komandantët të mëdhaj të pejgamberit alayhi salam, pastaj me shura, me konsult, e kanë bën komandant Khalid ibn Walidin, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thonë e ka marrë shpatën apo ka marrë bajrakun, një shpatë prej shpatave të Allahut. Pra Khalid ibn Walid. Se Khalid ibn Walidi ka qenë dihet prej atyre komandantëve të luftës, prej sahabëve, prej strategëve të shquar në mesin e sahabëve, që nuk ka humb asë një betejë qoftë në xahilet apo në islam. Edhe për shka e përmenda bajrakun, flamurin, se bajraku apo ai flamuri kryesor që e ka bart, ai i cili e ka bart flamurin, ka qenë ajo pika kryesore që nëse hidhet për tokë flamuri, armiku e ka ditë se filon ushtria apo ushtria ka dezertu, apo ka dështu, apo ka humb lufta. Për ata ka qenë shumë e rëndësishme ai i cili e ka bart flamurin e bajrakun në luftë, që me mbajt atë deri në momentit e fundit. Për ata Jafir ibn Abi Talib thuhet se kur e ka pas bajrakun e tij, flamurin që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me dorën e djathtë, ja kanë kput dorën e djathtë dhe ka kap me të majtën. Vetëm që mos mu përdhos dhe mos me ra flamurin e tokë, edhe me mendu armiku se këta humben luftën. E pastaj kur ja kanë këput dorën e majt, e ka kap me mjekrën e tij, vetëm që mos me ra flamurin e tokë. Dhe kështu pastaj e kanë marrë komandantë të tjerë pas tij. Mirë po, dola ndoshta prej asaj temës, mirë po dietarët e kanë veçu këtë ekspedit
edhe e kanë quajtur betejë për shkak ashpërsisë së madhe të kësaj luftes. Edhe pse pejgamberi alayhis salam fizikisht nuk ka marrë pjesë, domethënë në këtë betejë. Andaj dietarët islam, sidomos ata të sirës, kur flasin për numrin e betejave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë përmend apo ka diskutim edhe divergjenca në mes tyre se sa është numri i betejave që pejgamberi alayhis salam ka marrë pjesë. Disa kanë përmend 19 numrin e tyre, disa kanë përmend 21 e disa 26 apo 27 beteja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë. Dallimi se pse është hilafin mes dietarëve në këtë çështje është se shpeshherë disa beteja i kanë bashkuar njëra me tjetrën dhe i kanë mërtuar me një emër. E disa i kanë ndo. Sikurse, për shembull betejën e Hendekut, masi që pejgamberi ka përfunduar beteja e Hendekut, që do të flasemi me vonë në dersat e ardhshme inshallah për këto beteja, pejgamberi alayhis salam është kthyer në Medinë, edhe akoma pa e zhvesh atë mburojnë, atë prazvorën që e ka pas vesh, ka hy Gjibrili alayhis salam dhe i ka thonë, nuk je urnu akoma me hjek armët, me i la, vetëm se je urnun, do me thonë me shku të Beni Kurejda. Beni Kurejda, këna përmend, ka qenë një fis prej fiseve të hebrejve, të cilët në betejën e Hendekut e kanë thy marrëveshjen edhe e kanë tratu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa me të mbarum të betejës së Hendekut është urdhëruar që me shku tek Beni Kurejda. E disa dietarë nuk e kanë bën ndoshta këtë ndarjen mes betejës së Hendekut dhe Beni Kurejda. Mirë, po e kanë emërtuar me një emër. Dhe kështu është ajo çështja e khilafit ndoshta mes sahabeve apo të historianëve në numrin e betejave të pejgamberit alayhis salam. Mirë, po ajo që është më e sakta që është transmetuar, po nismi tek hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ato që e ka vërtetuar Imam Buhariu në Sahihin e tij nga Ebi Ishaku, që thot kam qenë afër Zeid ibn Arqam. Zeid ibn Arqam ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë është pyetur Zeid ibn Arqam sa beteja i ka zhvillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zeid ibn Arqam ka thonë 19 beteja. E pastaj kur e kanë pyet Zeid ibn Arqam sa beteja ti ke marr pjesë, ka thonë ka marr pjesë në 17 beteja. Që do thotë se i ka numëruar 19, po në 2 prej tyre s'ka marr pjesë Zeid ibn Arqam. Pastaj është pyet Zeid ibn Arqam, cila ka qenë e para prej tyre, ka thënë El Ushaira apo Ushair, në për disa transmetime që kanë ardhur. Ushair është një prej betejave që pejgamberi i ka zhvilluar, është quajtur për shkak vendit që ka marr pjesë në këtë vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse me një rivajet e Ebu Ja'las, të cilën e kanë transmetuar Ebu Zubairin nga Jabir ibn Abdillah, thotë se kur i ka numëruar Jabir ibn Abdillah, betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë se janë 21. Andaj dietarët ja kanë kthy, duke i bashkuar rivajetet, kanë thënë se ndoshta Zeid ibn Arqam nuk ka qenë në betejën e Usairas apo në betejën e Bewat, quhet një prej betejave, që ndoshta për shkak se ka qenë i vogël, domethënë ka qenë fëmijë dhe nuk ka marrë pjesë në këto 2 beteja. Andaj edhe i kanë ikur për pa i numru edhe këto 2 beteja. Mirë, po sido që tjetë, numri i ekspeditave ka qenë shumë më i madh se sa numri i betejave. Se numrin të cilën pejgamberi ka dërguar për ekspeditave, dietarët i kanë numëruar diku në 70 për ekspeditave. Apo disa kur i kanë bashku betejat dhe ekspeditat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka lënë 100 apo më tepër. Mirë, po sido që tjetë, ajo që na intereson neve me ditë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në betejat në të cilat ka marrë pjesë, edhe është për lesh me armikun, dietarët kanë ardhur me një konkluz se kanë qenë 8 apo 9 beteja. Nga se shumë prej betejave pejgamberi edhe pse ka dalë në betejë, nuk janë për lesh me armikun, janë kthy pa pas ballafaqim me armikun, e që edhe do t'i përmendim disa prej tyre. Ajo që na intereson edhe kena ndëgju mas shumëti prej hoxhallarëve për betejat e pejgamberit alayhis salam, gjithherë na fokusu tek beteja e Bedrit, se ka qenë prej betejave madhore edhe prej fitoreve të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po para betejës së Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zhvilluar edhe disa beteja dhe ekspedita që kanë qenë si para përgatitje të luftës së Bedrit. Pasi që mushrikët tregtinë të cilën e kanë bën ekonomia më e fortë e Kurejshve
ka qenë tregtia e tyre të sigurt që e kanë zhvillu në Sham, verës, edhe dimrit në Yemen. Sikurse për këtë Allah dhe ka zbrit një sure që quhet Suratul Quraysh, që Allah subhanahu wa taala e ka përmend meritën që Allah ju ka dhënë Qurayshve, që kanë pas siguri në tregtinë e tyre. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita. Ka thonë dhe udhimi i tyre, cilën e kanë bë ata dy udhimet e tyre, cilët i kanë bë verës dhe dimrit. Rihlatash shita'i was-sayf. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e ka përmend se Allahu ju ka siguru tregtinë e tyre. Nga se ekonomia më e madhe e Qurayshve në Mekë ka qenë përmes tregtisë. Mirë, por rruga që kanë bën tregti Qurayshit për në Mekë, prej Mekës për në Sham, ka qenë për skaj Medines. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgatit me sahabët e tij që me godit ekonominë e Qurayshve. Se kjo është edhe një prej strategjive të luftës, se kur e godet ekonominë e një shteti, e një armiku, te e ke godit edhe ushtrin drejt për drejt, edhe fuqin ushtarakët e atij shteti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka zbrit ajeti koranor që Allahu ja ka leju pejgamberit alayhis salam luftën, qase na kena përmend se pejgamberi sa ka qenë në Mekë ka pas të ndaluar me luftu. Kurse në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetet e para që kanë zbrit, ja ka leju pejgamberi sa luftën muhaxhirëve të cilët janë ndalë dhe janë nxjerr prej shtëpive të tyre. Për ata Allah thot: "Udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu." Është lejuar atyre të cilët luftojnë, nga sa atyra është bërë pa drejtësi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dhe se Allah subhanahu wa taala është ndihmues për ata, edhe është i fuqishëm që t'i ndihmoj ata. Do me thonë, Allah subhanahu wa taala me këtë ajet ju ka leju sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muhaxhirëve që ta kthejnë pasurinë e tyre që ju është plaçkit atyre në Mekë. E ku ka qenë pasuria e tyre? Ka qenë në karavanat të cilët e kanë pas rrugën prej Mekës në Sham dhe kanë kalu përmes Medinës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjën e parë me të cilën ka deshur që përmes këtyre betejave dhe ekspeditave ti godet ekonominë e Qurayshve dhe ta merr hakun dhe pasurinë të cilën ju është vjedhur, ju është plaçkitur në Mekë. Andaj e shohemi se në betejat që pejgamberi alayhi salam i ka nis para Mekës, para luftës së Bedrit dhe ekspeditat, shumicën e rasteve apo në krejt rastet kanë marrë pjesë vetëm muhaxhirët dhe jo ensarët. Për shkak se ajeti koranor i ka veçu muhaxhirët e para. E dyta kanë thonë dietarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në beslidhjen e Akabës së dytë që e kena përmend atje në fillim, ensarët kur ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja kanë dhënë besën që me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh e mbrojnë pasurinë e tyre, familjen e tyre, familjen e tyre, pasurinë e tyre, mirë po duke qenë pejgamberi sa në Medinë, brenda Medinës dhe jo jashtë Medinës. Andaj nëse e shohemi tash me radhë kur t'i përmendemi, disa prej betejave dhe ekspeditave që pejgamberi alayhis salam i ka nisë dhe i ka zhvillu, krejt ata ushtarë, sahabët që kanë marrë pjesë, kanë qenë prej muhaxhirëve dhe nuk ka qenë asnjë pjesëtar i tyre prej ensarëve. Andaj beteja e parë që pejgamberi alayhis salam e ka zhvillu apo e ka nisë ushtrinë është beteja e Buas, quhet beteja e Buas. Quhet e Bua për shkak një vendit në të cilën ka pas pandemi apo epidemi, kështu kurse tash që ketën ajo epidemia, e ka marrë për shkak kësaj emrin se fjala e Bua me përkthyer gjuhësisht në gjuhën shqipe do të thotë epidemi. Për shkak epidemisë që ka qenë në atë vend u quhet ky vend si e Bua. Edhe kjo është beteja e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nisë për me e kthy dhe me ndal një prej karvanëve të mushrikëve të cilët janë nisë prej Mekës për në Sham. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka arrit t'i takoj, të ballafaqohet me ta, nga se i ka nik përpara. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij udhimi, gjatë kësaj beteje, është taku me një fis prej fisëve të Medinës, rrethit Medinës, të cilët kanë qenë prej mushrikëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj betejës e ka bën një aleancë, një marrëveshje me fisin Beni Damra.
Nga se thash prej strategjisë e pejgamberit alayhis salam ka qenë që dhe fisët të cilat kanë jetu për rreth Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i fut në aleancë edhe me bon paqe me ta. Pse? Që mos mu ju bashkangjit ata kurejshve nëse vinë ata me i luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është prej strategjisë e luftës, që nëse mundesh me ik, mos mi armiqsu të gjithë njerëzit në momentet e luftës, është më parsore. Se sa mi u shpall luftë këtë dunjas, edhe mas mujt më ballafaqu me kërkon. Vetëm me nxjerr sloganet mëdhaja, na jem kështu, na ju kena shpall këtë luftë deri në skep dunjas atje të fundit atje ku dunjaja, ama mas mujt me përzon armikun as pi shtëpisë tone. Kjo nuk është strategji e luftës, as ka qenë prej strategjisë e luftës e pejgamberit alayhis salam. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bën marrëveshje paqe me ato fiset që kanë qenë për rreth Medinës. Nga se e ka ditë se nesër nëse armiku vjen edhe na sulmon në Medinë, kush ka me qenë ai i cili ndihmon? Që ato fiset për rreth, ata kanë mja qilë derën. Andaj kjo është prej strategjisë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor. Andaj në këtë betejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën marrëveshje me fisin Bani Damra, edhe kanë shkruar marrëveshje paqe që as ata mos me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me ju cenu pasurinë e tyre, nderin e tyre, gjakun e tyre. Nga se kjo ka qenë prej strategjisë e luftës në një kohë momente të caktuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shfrytzuar. Pastaj pas kësaj betejë, pejgamberi sa ka nisë edhe disa prej ekspeditave. E prej ekspeditave të njohura që është para luftës së Bedrit, është edhe ekspedita e Seiful Bahr. U quhet kështu për shkak se ka pas për qëllim pejgamberi e ka nisë këtë ekspedit afër Bregdetit të detit të Kuq që sot është i njohur, që është domethënë jo shumë larg, domethënë prej Medinës, ndoshta tash për neve duket shumë larg, mirë po në atë kohë pejgamberi sa e ka shfrytzuar për shkak se në atë pjesë kanë kalu karavanet e tregtisë së kurajshve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka nisë një ekspedit. Në shumicën e rasteve, vëllazër, ekspeditat kanë qenë më shumë vrojtime, me i përcjell lëvizjen e armikut. Njëjtën kohë me u tregu edhe fisëve që kanë qenë rreth Medinës. Po me u tregu edhe hebrejve që kanë qenë në Medinë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka forcë ushtarake. Ky shteti islam që ka vënë themelët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është vetëm fjalë goje, nuk është vetëm slogan, nuk është vetëm zhurmë, mirë po ka forcë ushtarake. Ka njerëz të përgatitur. Andaj edhe kjo ka qenë njëra prej përgatitive që pejgamberi i ka përgatit sahabët paraprakisht. Edhe për ata ka nisë ekspedita. Thamë ekspeditat janë ato që pejgamberi vetë nuk ka marrë pjesë. Andaj ekspedita e parë dhe bajraku e parë që e ka ngrit në Islam është ekspedita të cilën e ka bën komandant pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Hamza radhiyallahu anhu. Në çet ekspeditë të cilën e përmenda. Edhe kjo ekspedit ka qenë për qëllim me i ndal karavanin që shkon për në Sham. Edhe kanë qenë me Hamzën radhiyallahu anhu vetëm 30 burra. Vetëm 30 sahabe prej muhaxhirëve. Mi po kanë qenë të gjithë përgatitur ushtarakisht. Kundrejt kujna? Kundrejt një karvani i cili ka qenë duke u kthy prej Shamit, të cilit karvani ka pri Ebu Jehli. E cilët këtë karvan e kanë rujt, e kanë përcjell 300 burra. Tash 30 burra, mu ballafaqu me 30 burra, nuk është lehtë. 30 burra me 300 nuk është lehtë. Andaj Hamza radhiyallahu anhu ka qenë prej atyre burrave i cili nuk është frikë në takimin me armikun. Andaj për asaj që kam dëgjuar për Hamzën radhiyallahu anhu që përmendet që do ta përmendni pastaj në luftën e Uhudit, se Hamzën radhiyallahu anhu keni lexuar dhe keni dëgjuar e ka vrarë Wahshiu. E ka mbyt Wahshiu, e ka gjuar me shtiz. Edhe Wahshiu ka qenë një rob prej robëve të Abisinis, i cili ka qenë është rrit edhe ka shërbyer në Mekë. Mirë po, qysh arriti Wahshiu, një rob i thjesht, me myt Hamzën radhiyallahu anhu, që e ka pas nofkën Esadullah, lani Allahut, nga se Hamza radhiyallahu anhu, kur a don luftë, thënë dietarët, është ballafaqu me trimat, me ata burrat që i kanë prinj për shembull luftës. Nuk i ka kshyer ata të vëzhgjit rrethit, ai s'është marrë me asa robe, me asa robresha, nuk i ka kshyer ata rrethit, bile atë as si ka ndo kushtar atij. Për ata thënë dietarët se kur e ka pa Wahshin pi larg, nuk e ka ditë as nuk i ka ardhur në mendje se ai mund me gjuh Hamzën edhe me mbyt. Për ata thënë dietarët për strategjisë luftës dusht me ditë se gjithherë njeri goditet prej atij vendit që mendon se është i sigurt.
Edhe Hamza radiallahu anhu ka qenë i sigurt për Vahshiut. Ka thonë ky është një rob prej robëve të Mekës, nuk ka marrë mendja që ai e gjun me shtizë dhe mbyt. Për ata është ballafaqu prej trimërisë që ka pas Hamza me trimat dhe burrat, komandantat e luftës, dhe nuk është marrë me njerëzit e thjesht. Andaj dhe prej aty ka ardhur goditja, edhe është mbyt Hamza në luftën e Uhudit. Mirë po Hamza radiallahu anhu, siç e dini, ka qenë agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëkohësisht ka qenë edhe vllau i pejgamberit alayhis salam prej xhirit. Edhe pse ka qenë 2-3 vjet më i madh se pejgamberi alayhis salam, nga se robresha e cila i ka dhënë gjinj pejgamberit alayhis salam, i ka dhënë gjinj edhe Hamzës radhiyallahu anhu. Andaj e ka pas edhe vlla prej xhirit Hamzën radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj dhe Hamza radhiyallahu anhu në këtë serie, në këtë ekspedit, ballafaqohet me Ebu Xehlin, mirë po pasi që rënditën për me zhvillu luftën, pregaditën, ndërmjet tyre hyn një prej fisit Gjuhejna, që ka qenë në atë vend ato afër Medinës një fshat që quhet Gjuhejna, edhe me atë fis pejgamberi alayhis salam ka pas paqë, ka pas marrëveshje të paqes. Njëkohësisht kanë pas marrëveshje të paqes edhe mushrikët. Edhe arabët në përgjithësi e kanë çmu shumë marrëveshjet. I kanë çmu shumë besën. Të na është e njohur se besa e shqiptarët e kudadiun. Nuk është besa veç e shqiptarët, jo. Këtë besën e shqiptarët nëse e kena marrë na, edhe shquhem në mesin e popujve, dini se e kena marrë prej muslimanëve. E kena trashëguar mbi Islamit. Andaj edhe arabët në përgjithësi, po edhe muslimanët e kanë çmu shumë besën, edhe marrëveshjet. Andaj nëse kanë hyrë marrëveshje me dikon, nuk e kanë thyr, edhe nëse ka qenë ai mushrik. Andaj ky fisit Gjuhejna ka hyrë dhe i ka nda dy grupet për shkak se me të dy grupet ka pas marrëveshje paqeje. Edhe Hamza radhiyallahu anhu kthy me ushtrinë e tij, domethënë në Medinë dhe nuk është zhvillu luftë. Pastaj do të mundohena shpejt e shpejt mi përmend disa prej këtyre ekspeditave, nëse na premten koha, që janë zhvillu para luftës së Bedrit, nga se në luftën e Bedrit të ndalemi domethënë mëgjërësisht. Prej ekspeditave që kanë ndodhur para luftës së Bedrit është edhe ekspedita e Ubejd ibn Harith, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nis, e që ka pas mu taku me karvanin e Abu Sufjanit, i cili ka qenë duke ardhur prej Shamit. E në këtë ekspedit janë ballafaqur dy ushtrit, mirë po nuk kanë zhvillu luftë, vetëm kanë gjujt me shigjeta, me shtiza thonë dietarët. Andaj në këtë ekspedit ai i cili pari e ka ngresh shigjetën edhe ka gjuar në rrugt të Allahut ka qenë Saad ibn Waqasi. Për ata thonë i pari që ka gjuar shigjet në rrugt të Zotit është Saad ibn Waqasi radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe në këtë ekspedit gjithashtu nuk është zhvillu luftë, edhe kanë mbaru pa përleshje, edhe Saad ibn Waqasi është kthy prapë me ushtrinë e tij domethënë në Medinë. Pastaj prej betejave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka nis prej ushtrive që ka marrë pjesë vet, që thamë quhet betejë, është edhe Gazwatul Bawat. Bawat e ka marrë emrin për shkak një vendi që quhet aty në mes Mekkës edhe Medinës. E që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu në këtë betejë synimi i tij ka qenë me ndal karvanin, një prej karvaneve që kanë qenë duke ardhur prej Shamit, mirë po që nuk kanë arrit me taku në rrugë karvanin, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj u kthye në Medinë. Mirë po në këtë rast pejgamberi alayhis salam e ka bën edhe një marrëveshje me një prej fisëve aty afër në këtë vend, me fisin prej fisëve që cilët i kanë përmend dietarët me emra që nuk po i përmendni puna e kohës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shfrytzuar një të në rast që me bën marrëveshje me ato fiset që mos me qenë kundërshtarët e tij nëse ballafaqohet me ndonjë betejë prej mushrikëve nga ana e Mekës. Gjithashtu prej betejave që kanë ndodhur para luftës së Bedrit apo betejës së Bedrit është edhe Gazwatul Ushayra apo Usayra, që kanë thënë dietarët me emra të ndryshëm, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë vetë në këtë betejë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj betejë ka bën marrëveshje me fisin Beni Madlaj. Edhe në këtë betejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka arrit mu taku me mushrikët, mirë po domthonë nuk është zhvillu luftë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthy prapë në Medinë pa bën luftë. Edhe kreta ato të fundit që desha me përmend është ekspedita e Abdullah ibn Jahshit, që pejgamberi alayhis salam e ka nis Abdullah ibn Jahshin me një ekspedit të një vend të quajtur Nakhla, që ka qenë mes Mekkës dhe Taifit. Pse është e rëndësishme përmend këtë ekspedit?
është më rëndësi se Abdullah ibn Jahshi ka qenë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej të qenë shquar me guxim dhe trimëri. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka nis Abdullah ibn Jahshin me 8 veta tjerë. Ka bën komandant Abdullah ibn Jahshin, edhe e ka nis për një udhtim të gjatë, me i shku dhe me i përcjell Kurejshit dhe levizit e tyre në Mekke, afër Mekkes. Mirë po, prej porosive që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë Abdullah ibn Jahshin në këtë ekspedit, ja ka dhënë një letër. Mirë po i ka thonë mos e lexo këtë letër vetëm mas që ti bën 2 ditë udhtim. Edhe Abdullah ibn Jahshi ka udhtuar me deve 8 veta, mas 2 ditë udhtim e ka çel letrën, edhe e ka lexuar porosin që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtë letër, prej porosive që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë Abdullah ibn Jahshit, i ka thonë se ki me shku vendin, ja ka caktuar ku ki me shku dhe me i vrojtu, domethënë Kurejshit dhe levizjet e tyre. Me një vend që quhet Nakhla, që ka pas hurma, palma, në mes Taifit edhe Mekkes. Dhe pejgamberi sa mi ka thonë mos jo impono shokëve të tu, të cilët nuk dojnë me armë me ty, mos i impono, mos i merr me zor. Kush don le të vjen, kush don le të kthehet. Dhe Abdullah ibn Jahshi ju ka thonë aty në shokëve të vet, kush don me armë me mua, e meroshet në rrugt të Allahut, ka thonë le të vjen. E kush don le të kthehet, nga se ky është urdhri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po të gjithë ata janë pajtuar që me vazhdu rrugën me Abdullah ibn Jahshin. E në këtë ekspedit ka qenë Saad ibn Waqqasi. Edhe ka qenë Ukash ibn Muhsin, prej sahabijeve që i kena ndëgjuar me emën shpesh herë në përderse, e keni ndëgjuar edhe për Ukash ibn Muhsin hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi sa më ka përgëzuar për aty në 70.000 që hynë në xhenet pa dhënë llogari, e që shpesh herë na thomi, a thoj ka Allah ta këtij Ukash ibn Muhsin që ka thonë lutë Allahun bënu më mu prej tyre, apo i ka paraprejk Ukash ibn Muhsin me vepra të mira, me sakrificë. Pa dyshim se Ukash ibn Muhsin ka qenë prej sahabëve të shquar, e që ka marrë pjesë në këtë ekspedit. Edhe kur i na afruan këtë vendin që quhetur Nakhla, i kanë vrojtu levizjet e Kurejshve. Në ato momente kanë qenë duke ardhur një karvan jo shumë i madh, i vogël, prej Shamit duke hinë në Mekke. Mirë po, ajo çka ka dallu këtu, se Abdullah ibn Jahshi janë konsultu me sahabët që janë me to. I kanë thonë, a i luftojmë, apo çka po bëjmë? Kanë qenë në muajin Rexhep. Muaji Rexhep ka qenë prej muajve të ndaluar lufta në to, prej muajve të shenjtë, që ka qenë e njohur edhe tek arabët, para ardhjes së Islamit. Muaji Dhulqade, muaji Dhulhijhe, muaji Muharram, edhe muaji Rexhep janë prej 4 muajve që Allahu i ka përmend me numër në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend në hadithe, që kanë qenë prej muajve të shenjtë që është ndaluar lufta në to. Dhulqade, kanë thonë dietarët e kanë marrë emrin për shkak se janë ul, nuk kanë lëviz, nuk kanë bën luftë. Arabët janë përgatitur për haxh. Dhulhijhe është muaji i haxhit, në të cilën haxhilërët e kryejnë haxhin. Edhe Muharram prap ka qenë ndaluar me lufta për shkak se haxhilërët derisa të kthehen në shtëpitë e tyre të sigurt. Mas e pas luftë, mos mi cenu kërkush derën e tyre, pasurinë e tyre, gjakun e tyre. Edhe muaji Rexhep, edhe pse s'është në radhitje bashkë me këta 3 të parë, ka qenë një muaj që fisi Mudar e ka bën si të shenjtë haram me dirë gjakun dhe me bën luftë për shkak se me bën umre një herë në vit. Edhe pse disa prej arabëve nga një herë këtë muajin e Rexhep e kanë shtynë. Hajtë se përshtymë kësaj here hatri për me sulmunaj në i fes. Edhe Allahu Gjelle Gjelalu ka përmen Kur'an. Inne men nesiju ziyadet në fil kufr, ka thonë. Ka thonë ato që ka kanë bën arabët. Hajtë se përshtymë që të muj pa bojmë luft. Mas këti muj të bojnë aram tani. Luftën, Allahu ka përmen që kitë shtyrjen e mujit, të ndaluar lufta në të, ka thonë kjo është kufër, edhe shtim në kufrin e tyre që e kanë pas. Andaj, në muajin e Rexhep ka qenë dita e fundit e muajit Rexhep. Edhe Abdullah ibn Jahshi tash ka thonë nëse i lajm ta me hin Mekke, na pshtojnë. Na ik gjithë ajo pasuri që e kanë pas në karvanat e ty në sene. Nëse i luftojmë, në muajin prej muajve të ndaluam çush m'ia bë, edhe e kanë marrë guximin edhe e kanë luftu. Edhe e kanë byt një prej atyre që kanë qenë prezent në karvan, një prej tyre ka ikë dhe ka hyrë në Mekke, edhe 2 të tjerë i kanë zënë rob. Edhe e kanë marrë atë pasuninë që ka qenë me ta,
edhe ata të zënë të robë dhe janë kthy në Medinë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht i ka qurtu, nga se ka thonë nuk ju kam urdhëruar që ju të luftoni, që të bëni luftë. Unë ju kam urdhëruar vetëm me shku dhe me bën vritim dhe jo me luftu. Edhe Abdullah ibn Jahshi për asaj plaçkës që ka marrë në këtë ekspedit, ja ka ndonë 1/5 pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo i ka parapri ajetit kuranor që Allahu prej plaçkës së luftës ja ka nda pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Abdullah ibn Jahshi i ka parapri këtij obligimi. Pastaj ka zbrit ajeti kuranor në surat Al-Anfal që Allahu ka thonë që 1/5 i takon Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po çka ka ndodhur? Pastaj ka dal lafi ato propaganda nga ana e Kurejshve, qysh Muhamedi që i thet vetit pejgamber dhe ata shokët e tij që po pasojnë kanë bën luftë në muajin e ndaluar, në muajin e shenjtë, kanë bën vepër të mëdha, kjo është haram, tu i kallzu tani ata mushrikët çka është harami dhe halali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse ndodh edhe sot. Për ata edhe Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajetin kuranor që mi qetësu zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Ka thënë Allahu xhalla xhelal surën Bakara, "Yes'alunaka an shahril harami qitalin fi." Të pyesin ty o Muhammed për luftën në muajin e ndaluar, që ka qenë muaji Rexhep. Qul qitalun fihi kabir. Thuaj ju se më të vërtet lufta në këtë muaj është gjuna i madh. Mirë po Allahu po thot pastaj, "Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraji ahlihi minhu akbar indallah." Ka thonë mirë po të ndaluarit në rrugt të Allahut, të mohuarit Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nxjerrja e sahabëve dhe shokëve të pejgamberit dhe vetë pejgamberit alaihi salam prej Mekkës, të ndaluarit mu fal në Qabe, fitnja sprova që ju kanë bërë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është më e madhe te Allahu. Kufrin që po bëni ju, shirkin që po bëni, po luftoni pejgamberin alaihi salam, kjo është më e madhe se sa ajo që po llogaritni ju se pejgamberi sa e paska shkelni ndalesë. Andaj kjo i ngjason edhe me ato propagandat që ndodhin sot. Nëse një person me emrin musliman e bën një krem atje filon veni dikun, edhe mbyten një apo dy persona, krejt mediat perëndimore jo muslimane kanë më shkruar terrorizmi islamik. Edhe kanë më thonë terrorist, ka bën krem musliman kështu, po bën kështu, kurse me miliona të cilët mbyten nga dora e muslimanëve, e që mbyt edhe po mbyten, e që është numri ka shku në 50.000 të atyre muslimanëve të cilët janë mbyt në Gaza, të cilët janë dëshmitar të atyre kamerave që kanë regjistruar dhe që kanë ingjizuar për çdo ditë. Askush prej mediave nuk i quan terrorista. Jo vetëm kjo, edhe para këtyre, me miliona që janë mbyt dhe mbyten prej muslimanëve, pa drejtësisht, askush nuk i quan, domethënë terrorista, as nuk i quan krem, as nuk i quan gjenocid. Mirë po nëse një person atje, një musliman, thuja, po tham me fjalën musliman se ndoshta veç emrin e ka musliman, e bën një gjest të pahishëm dhe ja emërton Islamit, kanë muqu mediat dhe jo musliman, edhe kanë me emërtu terrorizmi islamik, krem, gjenocid, ku ta diune, me fjalat ma bombastik. Kurse kur ata bojnë krime në tokë, nuk e quajnë terrorizëm, as nuk e quajnë krem. E ngjashme është edhe kjo, ajo propaganda që e kanë bën, domethënë mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë ekspedit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nis Abdullah ibn Jahshin, që atë kufrin që ata e kanë bën, e kanë nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej Mekkës. E kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë tentuar me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shirkun që ata e kanë bën, fitnet që i kanë bën duke i maltretuar pejgamberin dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është më e madhe te Allahu. E për ata Allahu xhelel xhelal ka thonë kjo është keni të bën ju, është më e madhe, edhe krim më i madh se sa ajo që ju po e llogaritni. Andaj kësaj raste nuk është çud me ndëgju që nganjëherë muslimani i cili i fal 5 kohë namaz, i ruhet haramet, i bën halallet, i kryen obligimin ndaj Allahu xhelel xhelaluhu, nëse e bën vesh një gjuna të vogël që çdo njeri mund me bë, a ke pa ata të cilët nuk janë fetarë kanë i thonë, e ke bën një haram, s'bën, a është i zhytur në haram me ten fyt. As të val namaz, as agjëran, as një vepër të islamit nuk e ka, ama ti kur ta bën, ta shet njollën e zezë, në të hapësirën e madhe të bartë të veprave të mira dhe ta përmend ato.
Kjo është ajo propaganda që e bojnë domethënë muslimanët gjithherë. Andaj kjo është njëra prej mësimeve që mundna me i marr në këtë ekspedit, e që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj pas kësaj zbritjes së ajetit, ju kushzon që ju kërkon domethënë para për mi liru ata dy robërit, edhe nal atë plashkën prej plashkave të luftës që e kanë zënë, domethënë ka marrë Abdullah ibn Xhashi, dhe këto ishin disa prej betejave dhe ekspeditave që i përmena shpejt, shumë shpejt, se për secilin ndoshta i kishte vlerë me marrë një ders dhe me nxjerr mësime prej tyne, që i kanë parapri luftës dhe betejës së madhe të Bedrit. Se si ka ndodhur pastaj lufta e Bedrit, cilat janë shkaqet, cila ka qenë ushtria e muslimanëve, sa ka qenë numri i tyre, si është zhvilluar, në cilin vit ka ndodhur kjo, e më radh do të flasmi inshallah, nëse Allah na jep ymër, në derset në vazhdim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.